أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falënderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. Atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetmi dhe pashok është ai që meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, I cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se më të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Jo mundëson ju Allahu I lartësuar të veproni vepra të mira, e kush I bindet Allahut dhe të dërguar të Tij me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më mirë është fjala e Allahu subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah, robët e Allahut, vazhdojmë të jemi në trajtimin e hadithit të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah Rasuli sallallahu alaihi wasallam, hadithi cilin ndodhet tek Sahih al-Bukhari dhe Sahih Muslim, ku Rasuli alaihi salatu wassalam në ka urdhëruar në formë të prerë, ijtanibu sab'al mubiqat, largoni 7 mëkateve shkatërruese. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, thanë, cilët janë këto mëkate shkatërruese, o i dërguar e Allahut? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-ishraku billah. Tha Rasuli alayhi salatu wassalam, ti bësh shok Allahu subhanahu wa ta'ala. Was-sihru, dhe magjia. Dhe më pas kujtoi Rasuli sallallahu alayhi wasallam, wa qatl an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe të vrasësh një shpirt pa të drejtë, të vrasësh një shpirt që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar pa kur far të drejtë, pa qenë vrasës apo nga ata që bëjnë fesad fil ard, shkatërim në tokë. Vrasja e një personit të pafajshëm është nga mëkatet e mëdha shkatërruese. Përhapja e vrasjes është nga shenjat e ardhes së fundit të jetës në këtë tokë. Është nga shenjat e kiametit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar, siç është në Sahih al-Bukhari, wa yakthur al-harj, dhe të shtohet hergji. Qalu wa mal hergj, thanë çfarë është hergji? Qala al-qatl, ose në transmetim tjetër e bëri pejgamberi alayhi salatu wassalam me dorën e tij duke shpjeguar se ka për qëllim vrasjen. Të gjithë ne dëgjojmë, e dimë dhe shohim se sa përhapet derdhja e gjakut në tokë padrejtisht. Dhe shkaku i parë dhe kryesor është mungesa e frikës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Njeriu që nuk e ka frikë Allahun azza wa jall, ai njeri nuk njeh kufi, e shkel të drejtën e tjetrit në pasurinë dhe në gjakun e tij. Ndërsa besimtari i cili e ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala rin larg këtij krimi, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka treguar në Kur'anin Kerim dhe Rasuli sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij se sa krimi të mërshëm është vrasja, e sa fund i keq është për ata njerëz që lyen duart e tyre me gjak në formë të padrejtë, duke vrarë njerëzit e pafajshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin
në surën Al-Maida thot وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ Tregoj atyre lajmin e dy bijve të Ademit, Kabili dhe Habili, vëllezër në nëna dhe babaj. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Tregoj lajmin e atyre dy vëllezërve, atyre dy bijve të Ademit, Kabili dhe Habili, lajmi i tyre dhe se çfarë ndodhi në mesin e tyre. Idh qarraba qurbanan, afruan për Allahu azza wa jall, secili prej tyre një qurban, fatuqbila min ahadihima, u pranua qurbani vetëm për njëri prej tyre, walam yutaqabbal min al-akhar, dhe tjetrit nuk ju pranua. Qala la'aqtulannak, ati që nuk ju pranua qurbani për shkak të hasedit, urrejtjes zilis që kishte në zemrën e tij ndaj vëllait të tij. E shikoni se çfarë ndodh me njeriu nëse mungon frika e Allahut subhanahu wa taala në zemrën e tij, nëse njeriu largohet nga besimi i tij në Allah subhanahu wa taala. Qala la'aqtulannak قال إنما يتقبل الله من المتقين. Habili, vëllai i kërcënuar, i tha إنما يتقبل الله من المتقين. Allahu azza wa jall e pranon nga njerëzit e devotshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e pranon veprën illa idha kana khalisan sawaba. Nuk e pranon Allahu azza wa jall veprën vetëm nëse është vepër e pastër për Allahu azza wa jall dhe e saktë në bazë të argumenteve fetare. La in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Nëse ti do ta shtrish dorën tënde drejt meje që të më vrasësh, unë nuk do ta shtri drejt te dorën time e të vras ty, sepse e kam frikë. Inni akhafu Allah rabbul alamin. Unë e kam frikë Allahun, Zotin e gjithësisë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra cili ishte shkaku që Habili jo vetëm që nuk i shkojnë ndërmend të vrasë vëllain e tij, por as nuk bëri shkaqet duke pasur frikë se mos i përlyhet dora e tij me gjak në formë të padrejtë e të bie në mëkatin e madh. Inni akhafu Allah rabbul alamin. Unë kam frikë Allahun, Zotin e gjithësisë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar." Nëse takohen dy musliman me shpatat e tyre, pra me armët e tyre, vrasësi dhe i vrari janë në zjarr. Qalu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul. Thërojtë në gurë Allah, ky është vrasës. Pra, logjika e njerëzve e sheh pranueshme pjesën vrasës ndeshkohet me zjarr e qartë, por përse të ndeshkohet me zjarr dhe i vrari? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Ai donte ishte i zellshëm ta vriste atë që kishte përpara, por tjetri qëlloi më i fortë dhe e vrau atë. Dueli i dy muslimanëve mes njëri tjetrit është rruga e rrezikshme, fundi i saj është zjarri. Ahnaf
li ansura hadha ar-rajul. Unë po shkoj të ndihmoj këtë burrin, Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, në atë sprovë që ndodhi në mesin e muslimanëve. فقال لا تفعل. فمos e bëj. Kam dëgjuar Rasulin sallallahu alaihi wasallam të thotë: "Idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar." Mos e bëj, se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë: nëse takohen dy musliman, përballohen me shpatat e tyre, pra me armët e tyre, vrasësi dhe i vrari janë në zjarr. Inni akhafu Allah Rabbel Alamin. Kam frikë Allahun, Zotin e gjithësisë. Shkaktu që e ndalon njeriu nga derdhja e gjakut në formë të padrejtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, thot: "La yazalu al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Është besimtari në lirshmëri, në gjerësi në fenë e tij, përderisa nuk çnon një gjak haram, pra nuk e derdh një gjak që e ka haram derdhjen e tij, përderisa nuk përlyhet në gjak haram, është njeriu në mirësi në fenë e tij, fi fushatin min dinihi. Dërsa në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan aw ar-rajul yamutu kafira." Çdo mëkat mundet Allahu ta falë atë, përveç atij personit i cili e vret një besimtar me vetdije, ose atij personit i cili vdes jo besimtar. Është rëndësi të mësojmë këto gjykime, këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të njohim gjykimin e kësaj vepre të shëmtuar, që Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, ku ka treguar për këtë krim, e ka shoqëruar afër një krimi tjetër më i madh, siç ka ardhur dhe në hadithin e temës për cilën po flasim. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, kur tregon për ata njerëz të cilët janë robë të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe largohen nga veprat e këqija, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dhe ata të cilët nuk i lutën dikujt tjetër së bashku me Allahun, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dhe nuk e vrasin shpirtin në formë të padrejtë që Allahu azza wa jalla s'e ka lejuar. وَلَا يَزْنُونَ, e s'bëjnë immoralitet, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, e nuk bëjnë immoralitet, e ai që e bën këtë gjë do të përballohet, do të gjejë mëkate të mëdha, do të binë në mëkate të mëdha. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, ai që e vret një besimtar, muta'ammidan, me vetdije, se besimtari nuk e vret besimtarin illa khata'a, vetëm nëse është gabimisht, pa dashje. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, ai që e vret një besimtar me vetdije, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, ai ndëshkohet me Jahannam, khalidan fiha, i përhershëm atë. Mësojeni gjykimin e atyre veprave që bëjnë disa njerëz të paditur, të panjohur, të humbur, të devijuar, kinse në emër të Islamit dhe të shariatit. Dhe dëgjoni lajmet e sahabëve
sepse është krim dhe mëkat i madh. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Atëherë dëshkimi atij njeriu është xhehenemi. Është i përhershëm atë. Wa ghadiba Allahu alayhi. Allahu është i hidruar ndaj tij. Ndaj atij njeriu ka ghadab Allah. Ka hidrimin e Allahut mbi veten e tij. Wa la'anahu. Dhe ka mallkuar, është i mallkuar nga Allahu. Dhe jo vetëm kaq, wa a'adda lahu 'adaban 'azima. E ka përgatitur për të një ndëshkim të madh. Shikoni Habilin, inni akhafu Allah Rabbul Alamin. Kam frikë Allahut, krijuesin, Zotin e gjithësisë, Rabbul Alamin. Ai që ka frikë Allahut, se bën një vepër të tillë. Ndërsa e kupton besimtari kur dëgjon udhëzimet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të Rasulit sallallahu alaihi wasallam, realitetin atyre njerëzve që derdhin gjakun e njerëzve në formë të padrejtë. Ka treguar Rasuli sallallahu alaihi wasallam për fitnat dhe sprovat të cilat do të ndodhin. Dhe ne ka treguar për një kategori njerëzish të cilët janë al-khawarij, se kush i gjan dhe është si ata. Duke thënë yaqtuluna ahl al-islam. Ata vrasin muslimanët. Wa yad'una ahl al-awthan. Dhe i lejnë adhuruesit e idhujve. Ata dalin nga islami. Khrujuna yamrukuna min ad-din. Dalin nga feja. Kama yamruku sahmu min ar-ramiyya. Si qëtën shtiza nga gjahë. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Kurse si nuk duhet që të marrë pjesë në mëkat në një vepër të keqe, nuk do ta shtrit dorën time drejt. Inni uridu an tabu'a bi ithmi. Duhet të marrësh ti mëkatin. Unë nuk duhet të jem vrasës, siç na ka këshilluar e pejgamberi alayhi salatu wassalam, kun kebni Adame, jesi biri Ademit, Abdullah il-Maqtul, wa la takun Abdullah il-Qatil. Ji robi Allahut i vrar, dhe mos ji robi Allahut vrasës. Nëse e lyp qeshja, zirë të jesh si biri Ademit i parë, ndërsa ai që e vrau vëllajnë e ti nga bita Ademit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Leysa nafsun tuqtalu bighayri haqq, tuqtalu bighayri nafs, illa kana libni Adam al-awwal kiflun minhu." Nuk ka një nefs, një shpirt i cili vritet në formë të padrejtësisht. Vetëse biri Ademit i pari, Kabili, ka pjesën e mëkatit e tij, li'annahu awwal man sanna al-qatil. Sepse ai i pari ishte që e bëri vrasjen. Mësuesi i parë i këtij krimit tek njerëzit. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Të marrësh mëkatin tim, që më vrave mua, që të më vrasësh mua, wa ithmika, dhe mëkatet e tua më parë që i ke bërë, të shtohet ky mëkati tjetër. Tek vrasja që do të bësh, bi ithmi qatli, me mëkatin e vrasjes time, dhe me mëkatet që ke bërë më parë, o ithmike, fe të kunu min ashabin nar, e të jesh nga banorët e zjarit, wa dhalika jaza'u dhalimin. Dhe ky është ndëshkimi i zullumqarëve, ky është fundi i zullumqarëve, zjarri i xhehenemit. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Nefsi ti ja lejoi e pa të thjesht të pranueshme qatl akhi, e vrau vëllain e tij, فأصبح من الخاسرين. Dhe u bë nga të humburit, humbi, sepse bëri
mëkat nga mëkatët e shkatëruese. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard. E bëri këtë krim dhe as që dinte se ç'të bënte në vëllain e tij pas vrasjes. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Allahu Azza wa Jalla dërgoi dy sora të grindeshin me njëra tjetrën dhe më pas i ndodhi njëra prej tyre yabhathu fil ard, njëra prej tyre gërmonte në tokë që të mësonte biri i Ademit se çfarë të bënte me vëllain e tij, se nuk e dinte se çfarë të bënte pas vrasjes. Liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata. Ai qoriun, a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab. Jam i paf. Ai sa mos të jem as si kjo sora. Fa uwari sawata akhi, dhe të mbuloj trupin ku formën e vëllait tim, nuk dinte. Fa asbaha min an-nadimin. Dhe u bë pishman për veprën që bëri. U bë pishman për veprën që bëri. Sepse ky është ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala. Çdo vepër e cila është mëkat, është dalal, është humbje, është padrejtësi, është errësirë në këtë jetë, në jetën tjetër. Sa që njeriu i largohet qetësia atij njeriu kriminal dhe vrasës, sidomos ai i cili vret vëllain e tij apo të afërmit e tij. Sa më afër të jetë, aq më i madh është mëkati. I largohet qetësia nga zemra e tij dhe gjumi nga syu i tij, rahatia gjatë gjithë jetës së tij për shkak të kësaj padrejtësie. Për shkak të këtij mëkatit asbaha min an-nadimin. U bë pishman për veprën që bëri, por këtu nuk tregohet se u bë taib i penduar dhe u kthye tek Allahu subhanahu wa ta'ala, por thjesht do të dëshironte mos ta bënte këtë vepër, këtë krim që e bëri ndaj vëllait të tij. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Në vazhdim po në këto ajete në këtë surë të Allahu subhanahu wa ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani Israila min ajli dhalika për shkak të kësaj që biri i Ademit vrau vëllain e tij min ajli dhalika për këtë vrasje, për këtë krim katabna ala bani Israil, ne ja obliguam birëve të Israilit annahu man qatala nafsan bighayri nafs, sa i cili vret një shpirt pa të drejtë, pa vrarë ai dikë tjetër, o fesadin fil ard, ose duke mos këtë bërë shkatarim në tokë. Arsyet për cilat njeriu meriton vrasjen, nëse ka vrarë ose ka bërë shkatarim në tokë, fesad fil ard, apo arsyet të tjera të theksuar në argumentet fetare. Man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard, vret një shpirt në formë të padrejtë, atë që s'ka vrarë e s'ka bërë shkatarimin në tokë, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, është njësoj si ai që i ka vrarë të gjithë njerëzit. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a, nëse ai i cili nuk bën vrasje, e lën jetën të vazhdoj, nuk i del përpara, sikur ka lënë gjithë njerëzimin të jetoj. Sepse ai që e vret një nefs në formë të padrejtë, janë parazuar të gjithë nefset përpara tij. Të gjithë nefset e tjera që nuk e meritojnë vrasjen janë të barabartë, sepse të një llojit janë nefs që nuk e meritojnë vdekjen
njëri nga to nefset u derdh gjaku i saj në formë të padrejtë nga ai kriminal, të kenë me qatala an-nas jami'a, si u ka vrarë të gjithë njerëzit. E nëse jo, nëse largohet nga ky mëkat, të kenë me ahya an-nas jami'a, si u ka lënë gjithë njerëzit të jetojnë. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Njerëz do kanë ardhur shumë argumente nga Allahu subhanahu wa taala. Kanë ardhur të dërguarit e Allahut, kanë ardhur të dërguarit e Allahut me argumente të qarta, بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Pas shumica njerëzve, shumica prej tyre kanë bërë shkatërime në tokë, i kanë kaluar kufit që Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të në bëjnë nga ta në cilët, kur dhe gjënë fjallë ndjekin më mirë, u akës.